Cilat janë shenjat e sehrit pra të magjisë në një martesë. Allah ju rujtë dhe ju bekoft të gjithëve nga sehri edhe nga çdo problem martesë dhe jashtë martesës. Këshilla ime është mos me bë këso pyetje dhe mos me ingu ato prognozat ose diagnozat ose analizat e përgjithshme, nëse ndodh kështu, ki kështu, nëse ndodh ashtu ki ata. Edhe në këtë formë i marr njerëzit edhe me i vendos në praktikën në jetën e vetë, me thonë unë e kam këta dhe unë e kam ata dhe me u bën vezvese. Pra këto mesele janë serioze që është mirë vetëm konsultime private me hoxhallar dhe mos mu bazu në tema ose në shkrime interneti. Kjo për ta rujt një martesë të shëndosh, e para dhe dyta për mos mu bën vezvese njerëzit kot, sepse njerëzit ka lloj tipi që është i dobët emocionalisht edhe mundët më ndiku nga këto shkrime ose këto prononcime të hoxhallarëve. Prandaj me kujdes.